Të nderuar shikues, ju përshëndesim drejt për së drejti nga Pallati I Sportit Qazim Dervishi I Shkodrës në transmetimin e ndeshjes voleybollit për femra, Vllaznia dhe Lushnja. Është një ndeshje e nisur që nga ora 16 dhe shumë shpejt brenda 15 minutash Vllaznia ka fituar setin e parë me rezultatin 25-17. Ndërkohë në këtë moment jemi në setin e dytë të ndeshjes. Rezultati është 13 Vllaznia dhe 4 Lushnja. Takimi në fjalë është I vlefshëm për fazën e play-in dhe play-out. Pra është I dyfisht. Play-in për skuadrën lushnjare, e cila është renditur e dyta në kategorinë e parë, dhe play-out është për Vllazninë e Shkodrës që nëse humbë sot, nëse humbë në 2 takimet e këtij ballafaqimi, humbë edhe të drejtën e konkurimit në kategorinë e Superligës e voleybollit shqiptar. Kur kemi parasysh që Vllaznia ishte e 7-ta në renditjen e kampionatit kombëtar të Superligës dhe mbeti jashtë fazës play-off, dhe tashmë për të vendosur qëndrimin apo jo në kategorinë e Superligës, formula e Federatës Shqiptare të Voleybollit për femra ka përcaktuar ballafaqimin Vllaznia dhe Lushnja. Si tham, Vllaznia për të qëndruar në kategori, ndërkohë që Lushnja për të ngjitur në Superligë. Vllaznia është një skuadër, do ta parë, një skuadër potente, një skuadër që ka bërë mirë, ka rivalizuar me skuadrat më të mira të Shqipërisë, por ashtu rret në rezultatet e ndeshjeve me shumë rivalitet dhe ndoshta edhe me disa gabime nga fundi I sezonit I Vllaznisë, bëri që Vllaznia të mbetej jashtë në fazën play-off dhe përballë Lushnjës mund të mos e ketë shumë të vështirë. Do të jenë 2 takime, I pari në Shkodër që po luhet dhe është në avantazh Vllaznia me setin e parë 1-0 të fituar me shifrat 25-17 dhe tashmë në setin e dytë udhëheq 15-7. Ndërkohë takimi I kthimit do të luhet me datë 16 prill në orën 12 në Pallatin e Sportit Lazar Lupo të Lushnjës, dhe aty nëse Vllaznia është me 2 fitore e mbyll konkurimin dhe kualifikohet në vazhdimsinë e qëndrimit në Superligë, ndërkohë që nëse ka fitore për Lushnjën me datën 16 prill, gjithnjëherë nëse e quajmë të fituar këtë ndeshje të sotme, që në fakt ka akoma për të luajtur, atje do të luhet një ndeshje tretë nëse ka pra barazim 1-1 me ndeshje me datë 20 prill përsëri në Shkodër. Sipas formulës së Federatës Shqiptare të Voleybollit luhet ndeshja përcaktuese për Vllazninë të qëndrojë në Superligë dhe për Lushnjën të ngjitet në kategorinë e Superligës. Shërbimi është për kapitenin e Vllaznisë, Esmeralda Tuzi, që ka shënuar drejt për drejt nga shërbimi. Pika e 19 për Vllazninë ndaj 7 të Lushnjës. Vllaznia vazhdon të dominojë në këtë ndeshje. Natyrisht diferencat janë të pranueshme, janë të dukshme. Lushnja është një skuadër e tëra me voleybolliste të reja dhe voleybolliste lushnjare, ndërkohë që tek Vllaznia ka lojtare me përvojë, por lojtare të huaj që tashmë në lojë është edhe Azra Williams dhe kapitenja Esmeralda Tuzi, që kalon shërbimin përsëri Vllaznia dhe Williams që në pikën e 21. Takimi po gjikohet nga arbitri kryesor Kastilote Tota në kull dhe arbitri fushës është Ardit Nurja. Përsëri në shërbim është Tuci, që
e mban në lojë në fakt Lushnja, përsëri sulmi për Vllaznin, kthen bloku i Lushnjës, mjaft interesant, por që na në udh jam pikën e 22. Vllaznia po luan në të ndeshje, në protokollin e saj në këtë ndeshje ka këto voleybolliste, është Laura Ballçiti me numër 1, kapitenja Esmeralda Tuçi me numër 3, Azra Williams me numër 5, Edna Erkoçi numër 6, Casey Agjemi numër 7, Adma Mikopola me numër 8, Elira Rukaj numër 9, Klodeta Zhivani numër 12, Ariola Kuti numër 14 dhe Mariana Ndov numër 15. Trajneri Vllaznis është voleybollistja e mirënjohur e Vllaznis dhe disa skuadrave të Shqipërisë, por edhe të kombëtarës Kuqizin, Nora Deda. Pika 23 është shënuar nga Vllaznia dhe tashmë e 24 ata drejt për drejt nga shërbimi me Esmeralda Tuçin dhe 1 pikë i duhet Vllaznis për të mbyllur setin e dytë, ku ka fituar parin Tuçi në shërbim. Ka topin e parë Lushnja, sulmi është për të. Mban në lojë Vllaznia, Tuçi nga vija e dytë, përsëri Lushnja. Dhe ka fituar këtë pikë të 8, një fermarrje. Disi fermarrje për skuadrën lushnjare, por diferenca është të thellë, 24 me 8. Vllaznia shumë pranë fitores së setit të dytë për ta quar në 2-0 avantazhin. Numri 7 i skuadrës mike, Brisilda Hasanaj, në shërbim për ekipin lushnjar. Kalon shërbimin, Tuçi ka topin e parë, pastaj ishte Erkoçi, Williams e kalon në gjysmë fushën lushnjare që sulmon fort, por Vllaznia mban në lojë. Përsëri sulmi është për lushnjarët. Dhe këtë radhë ka shënuar me shumë zgjuarsi numri 11 Mariza Anastasi, 1 pikë e zuar e saj, një ngjecje në hapësirën e konstatuar bosh tek Vllaznia, 24 Vllaznia, 9 Lushnja, shërbimi për lushnjarët, për Hasanajn, dhe përsëri Lushnja ka mundësinë e këtij sulmi, e ka lënë topin atje Gjermeni, por përsëri Gjermeni 2 herë radhazi. Vllaznia për pikën e fundit. Lushnja është sërishmi rivalizuese për këtë pikë dhe finalizon Mariana Ndov 25 me 10, fiton Vllaznia setin e dytë dhe udhëheq me sete me rezultatin 2-0. 25 me 10 seti i dytë, 25 me 17 seti i parë dhe Kuqiblut në avantazh me seti 2-0. Skuadrat kanë shkëmbyer fushat e lojës, ndërkohë që pak më herët ju njohim përbërjen e protokollit të Vllaznisë, tashmë është radha për protokollin e skuadrës lushnjare, e cila drejtohet nga trajnerja Erilda Alkanjari. Me numër 2 është kapitenja e skuadrës Jola Bloku Gjermeni, përdijuar me Vasilika Gjika numri 3, Casey Gjika numër 5, Griselda Uruqi me numër 6, Briselda Hasane numër 7, Albina Sema numër 8, me numër 9 është Regina Sinani, pastaj numër 11 Mariza Anastasi, Alessia Shani numër 13 dhe numër 15 Amelia Cuko. 2-0 me seto për ekipin e Vllaznisë, tashmë gati të nis seti i tretë, seti përcaktues i kësaj ndeshje për Vllaznin ta mbyll me shifra 3-0 dhe ndërkohë për ekipin lushnjar, nëse e fiton të set për të rihapur takimin, vëshëdhën gjyhtari i Kullës Kastiloto Tota. Shërbimi është për Lushnjën, për numrin 9 Regina Sinani dhe Edna Erkoçi, numri 6 i Vllaznisë.
që sot i ka dhënë hapësirë si titullare trajner janë ora deta, bën mjaft mirë në këtë zhytje duke shënuar pikën e parë për ekipin Kuqi Blu. Shërbimi është për Mariana Ndon, vllaznia po luan me Ndon, Tucin, Mikopëlën, Zhivanin, Williams dhe Erkoqin në këto momente në 600 e parë. Erkoqi ka topin e parë. Zhivani, Mikopëla për Williams që blokohet 2 herë radhazi nga bloku Lushnjar dhe barazim 1-1. Shërbimi për Lushnjen, është numri 7 Hasanaj, Mikopëla për William, përsëri sulmi për Vllaznin, këtë rast Zhivani, numri 12 i Vllaznis, Klodeta Zhivani shënon për skuadrën Kuqi Blu dhe Vllaznia në avantazh 2-1. Erkoqi në shërbim për Vllaznin. Sulmi për skuadrën Mysafir, por Erkoqi ka mjaft mirë topin e parë. William kalon dhe nuk ja del Lushnja për ta mbajtur në lojë, gabon dhe 3-1 për Vllaznin. Sërish në shërbim me Edna Erkoqi për skuadrën Kuqi Blu. Ka gjuetur fort atje Albina Semaj. Vllaznia mban në lojë, përsëri sulmi dhe është përsëri Lushnja këtë radhë me Anastasin, Mariza Anastasi. Mikopëla për Williams, një ngecje saj inteligente i zuar ky veprim i Williams, që është në pikat më të fortë të skuadrës shkodrane. Shikojmë sot në protokollin e Vllaznis ka vetëm një lojtare të huaj, ku në fakt kanë qenë 3 të tilla. Dhe vjen ngjecja tjetër nga krahu tjetër i Lushnjës, është kapitenja Jola Bloku Gjermeni që shënon me të majtën e saj pikën e dytë për skuadrën e saj. Shërbimi është nga ajo, e kalon mjaft mirë, Ballçiti ka topin e parë, e sa po aktivizuar në fushë, por 4 prekje të Vllaznis në zonën e saj dhe pikë për Lushnjën 4-3. Përsëri kapitenja Gjermeni për Lushnjën, sulmi është për Zhivanin e Vllaznis, e kalon në gjysmë fushën mike, pastaj është Tuci që e ka bën. Gjujtje me fortë sa duhet, jashtë vijave kufizuese, 4-4, ky set i tretë, që ndoshta ka një sinjal pozitiv për skuadrën mysafire. Përsëri në shërbim është Jola Bloku Gjermeni për Lushnjën. Williams dhe Lushnja sakrifikon e mban në lojë. Madje shënon mjaft mirë me Mariza Anastasin dhe 5-4 për ekipin lushnjar. Avantazhi i parë për skuadrën e Lushnjës në setin e tretë, kur gjendja e seteve është 2-0 për Vllaznin. Gjermeni përsëri kalon shërbimin. 3 shërbime të saj perfekte. Si Gjermeni është Uruçi, por Vllaznia përsëri ka sulmin e saj me Williams, që ka shënuar topi është brenda vijave kufizuese. Barazim 5-5. Një set me rivalitet që Lushnja kërkon të tregoj që nuk është rasist në këtë takim me play-in për të kërkuar një vend në Super League për Vllaznis, e cila kërkon të qëndrojë në Super League dhe ndeshja e saj është për play-out.
6 Vllaznia, 5 Lushnja. Azra Williams e kalon shërbimin. Tuci shënon përvoja bën të veten. Një majtë e saj. Një majtë e saj që përfundon në brenda katërgëdorit Lushnjar. 7 Vllaznia, 5 Lushnja përsëri. Azra Williams kalon shërbimin. Përsëri Vllaznia dhe përsëri Tuci. 8-5. Nis shkëputjen Vllaznia në setin e tretë. Pasi një barazimin dhe avantazhit të përkohshëm të skuadrës lushnjare, Vllaznia barazon dhe është në avantazh të 8-5 dhe shkon 9-5 pas kësaj pike direkt nga shërbimi nga voleybolistja e huaj Azra Williams, e cila ka përsëritur drejten e shërbimit për Vllaznin, numri 5 i skuadrës kuqe blu. Ekipi mysafir gabon e kapitenja këtë radhë Zërmeni. Pikë për Vllaznin, 10-5. Vllaznia nis shkëputjen për ta mbyllur ndeshjen 3-0, kur ka fituar 2 setet e parë. Përkatësisht 25-17 dhe 25-10 dhe këtë 3 pikë direkt nga shërbimi e realizuar nga Azra Williams. 11-5 avantazhi për skuadrën kuqe blu. Kërral ka gabuar. Topi përfundon jashtë vijave kufizuese. Pika 6 për skuadrën lushnjare. Në shërbim është Mariza Anastasi. Shërbimi është për të. Pak e vështirë këtë shërbim për Vllaznin, e cila e ka hap mjaft mirë dhe finalizon me Kleodeta Zhivanin 12-6. Largohet Ballçiti, Laura Ballçiti, në lojë është Mariana Ndou, numri 15, një shtatlarte e perspektivës, se trajneri Radeta i ka krijuar hapësirat e aktivizimit në formacion dhe Ndou po e justifikon mjaft mirë besimin e trajneres Deda. 13 Vllaznia, 6 Lushnja, pasaj pike të realizuar nga kapitenja Esmeralda Tuci. Kleodeta Zhivani në shërbim, që shuhet për të tilla interpretime shërbimi, ku shpesher Vllaznia ka realizuar disa pikë radhazi me shërbimet e saj, por për të harruar ky top i përprunuar nga Tuci, që i dhuron pikën e 7 Lushnjës. Shërbimi është për numrin 8 Albina Sema. Aksioni për Vllaznin, përsëri Lushnja dhe topin loj e mban mjaft mirë skuadra mysafire. Ballçiti për Tucin dhe vazhdon të këmbull Vllaznia për realizimin e saj pike. Përsëri Lushnja nuk dorëzohet. Mikopla përndon një dyshe, një kombinacion dysh, 14-7 në loj. Numri 9 Elira Rukaj. Largohet Mariana Ndou. Mariana Ndou largohet, numri 15 në loj. Elira Rukaj dhe rikthehet edhe Laura Ballçiti. Pasi është larguar Zhivani për momentin. Tjetër pikë e Vllaznis ishte direkt nga shërbimi Atma Mikopola. Sërish Mikopola në shërbim për ekipin kuqe blu. Tjetër
tentativës saj për pikë direkte, por Vaznia finalizon me Tucin. Në këtë momente 16 Vaznia, 7 Lushnja, kapitenja Tuci, cila pas ndeshjes së fundit të humbur në Shkodër ku Vaznia nuk arriti fazën play-off, u shpreh e bindur se në play-out kurse nuk mund të gaboj kjo skuadër dhe po e tregon veten Vaznia që nuk e diskuton këtë ndeshje, paktën deri në ato momente kur rezultati është 17-7 për Vaznin dhe pushimi i kërkuar nga trenerja lushnjare Erilda Adhkanjari. Është ndeshja e parë e fazës play-in dhe play-out për dy skuadrat, Vaznin dhe Lushnjën. Vaznin për të qëndruar në Super League dhe Lushnjën për të ngjitur në Super League. Do të jenë dy takime, i pari po luhet sot në Shkodër dhe po ndiqni drejt për drejt nga portali Veriu Sport. Jemi në pallatin e sportit Qasim Dervishi, Vaznia po kryeson 17-7 në setin e tretë kur ka fituar 2 sete radhazi, 25-17 dhe 25-10. Ndeshja kthimit do të luhet me datë 16 prill në Lushnjë, pikërisht në pallatin e sportit Lazar Lupo të Lushnjës. Do të luhet me datë 16 prill ora 12. Një fitore Vaznis sot dhe një fitore tjetër në takimin e dytë që do të zhvillohet në Lushnjë e mban Vaznin në Super League dhe mbyllet dueli Vaznia-Lushnja, ndërkohë nëse Lushnja humbet sot dhe fiton në Lushnjë dhe ka barazim 1-1, atëherë do të jetë një ndeshje e tretë e cila është përcaktuar të luhet me datë 20 prill po në këtë pallat sporti Qasim Dervishi për finalen, pra një ndeshje e tretë për të fiksuar se kush do të jetë në Super League, Vaznia apo Lushnja. Ka shënuar mjaft mirë atë numri 7 Brislida Hasanaj, pika 10 për ekipin lushnjar. Largohet numri 14 Ariola Kuti që ishte për disa momente në loj. Ka filluar të jap hapësira elementit të ri të trenerja Nora Deda, njëra prej tyre ishte edhe Ariola Kuti, pak beheret ishte edhe Elira Rukaj. Por gjithsesi trenerja Koçiblu kërkon fitoren dhe mban në lojë një pjesë të mirë të formacionit parë dhe tash më thuhet se është kërtësisht formacioni i parë. Me parasim të Rukaj që është aktivizuar për para pak çastesh. Rukaj pika 11 për ekipin Lushnjës, 19 Vaznia, 11 Lushnja, në rrim tek Vaznia, largohet Rukaj në lojë ndoh. Shërbimi është kër Regina Sinani të Lushnjës. Ka gabuar në shërbim. Adalja Zhvjeve i kufizuese, 20-11 kryeson Vaznia në këtë set të tretë kur gjendja seteve është në avantazh të Vaznis 2-0. Mariana Ndo u kalon shërbimin. Aksioni është për Lushnjën, përstri është ajo, kapitenja Gjermeni. Pastaj gjuan fort Mariza Anastasi, përstri Lushnja, kapitenja Gjermeni. Nga vija dytë Griselda Uruqi, nuk arrin të mbajnë në loj.
Ndrim tek vllaznia në lojë tashmë është edhe Casey Axhemi me numër 7. Largohet Mami Kopela. Axhemi, Tutsi, Ndow, Williams, Zhivani dhe Erkoçi në 6-shën e parë në këto momente për vllaznin që shënon pikën e 22. Ishte Mariana Ndow që shënoi drejt për drejt, edhe 3 pikë ndajnë vllaznin nga fitoria krejt ndeshjes. Sërish Ndow. Shërbimi. Por është kapitenja e ekipit lushnjar Jola Bloku Gjermeni që e vonon festën e vllaznis me këtë pikë të saj. 12 lushnja, 22 vllaznia. Shërbimi është për lushnjen për Briselda Hasanaj. Axhemi të pas shumë të saktë ndaj Azra Williams, pra kombinimi Casey Axhemi, Azra Williams prodhon pikën e 23 për vllaznin. Shërbimi për Edna Erkoçin. Erkoçi, Axhemi kombinon me Zhivanin. Fare pranë vllaznia kësaj pike. Postri Axhemi për Williams, sërishmi konkludon me sukses kombinacioni Casey Axhemi dhe Azra Williams që shënon 2 pikë radhazi dhe përfundon gjithë shka 25 me 12. Ka përfunduar kjo ndeshje 25 me 12 për ekipin e vllaznis që siglon fitoren parë në ballafaqimin vllaznia Lushnja. Pra të nderuar shikues të portalit Veriu Sport, përcodhem drejt përse drejti nga pallati i sportit Qazim Dervishi i Shkodrës, ndeshjen play-in dhe play-out mes vllaznis dhe Lushnjës. Ta kemi mbyllur me shifra 3-0 për ekipin e vllaznis. Skuadra e cila tashmë hedh hapin e parë drejt sigurimit të qëndrimit në Super League. Takimi ardhshëm do të luhet me 16 prill ora 12 në Lushnjë. Këtu të nderuar shikues, përfundon transmetimi në drejt për drejt nga unë Gaspar Marku në rolin e komentatorit. Ju përshëndes dhe ju le takim në të tjera transmetime të drejt për drejta nga qyteti i Shkodrës. Deri atëherë, mirupafshim.